Në Tiranë u prezantua libri i diplomatit amerikan Christopher Hill, një njohës i rëndësishëm i çështjeve të Ballkanit. Gjatë aktivitetit, kryeministri Edi Rama vlerësoi rolin dhe kontributin e Hill në rajon, si dhe theksoi rëndësinë e këtij botimi për debatet diplomatike dhe historike në vijim. Më duhet ta them që kur dëgjova për herë të parë për Chris Hillin, ishte kur më thanë se kishte çuar Fatos Nano në burg. And it was quite an impressive way to... Ishte një mënyrë shumë mbreslënse për të lënë pas emrin, touched base in Albania pasi sapo kishe hyrë në Shqipëri dhe thjesht nuk ishe angazhuar në asnjë reformë, në asnjë transformim, po thjesht kishe çuar në burg dikë dhe ishe larguar. Por ka diçka që mund ta them me siguri dhe mendoj që jam i sigurt kur e them se Chris Hilli është ndoshta i vetmi diplomat amerikan që ka shërbyer si ambasador në këtë rajon, që nuk e kupton Ballkanin nga distanca, por e kupton atë nga brenda. Sepse ai e ka jetuar Ballkanin në të gjitha këndet e tij. Praktikisht e ka përshkuar të gjithë hartën e tij. Dhe çuditshëm, kur nuk ka shfaqur ndonjë tundim për të folur me zë të lartë, për të bërë një ndikues. Në fjalën e tij, Christopher Hill foli edhe për kohën kur ishte i ngarkuar me punë përkohësisht për SBA në Shqipëri, në 1 tetor të 1991-shit, kur u rihap ambasada amerikane në Tiranë pas më shumë se 50 vitesh ndërprerje. Të gjendem këtu në Shqipëri rreth 34 vjet pasi mbrita për herë të parë. To the Daiti Hotel, kur më quan në Hotel Daiti, ndoshta disa prej jush e ka dëgjuar dhe qëndrova në shkallët e Hotel Daitit pas dite një të diel dhe të gjithë ecnin përpara hotelit, mendoja me vete. A nuk ka pasur këtu automjete private? Dhe përgjigjja ishte po, nuk ishte pasur, por po kështu edhe përfaqësonte diçka tjetër për Shqipërinë. Dhe njerëzit e saj të mrekullueshëm, atë ndjenjë komuniteti, ndjenjën e afërsisë dhe përgjërimin për më shumë marrëdhënie. Kur vjen në një vend, ashtu siç duhet bëhet çdo diplomat, hidhesh me kokë në të. Pra jam vërtet shumë vlerësues që kryeministri tha diçka që vetëm një orë gjysmë më parë u përmenda studente, ndërkohë që po flisnim se çfarë bën një diplomat. Dhe së pari, gjëja e parë që bën është të zhvillosh aftësitë e dëgjimit, të dëgjosh çfarë thonë njerëzit. Kur dëgjon, kupton vërtet për çfarë të tjerët janë të shqetësuar. Dhe ndërkohë kur i dëgjon mund t'i ndihmosh në bazë të asaj për cilën kanë nevojë, jo në bazë të asaj çfarë ti mendon se mund t'i japësh. Karriera e Hill në Ballkan ka qenë e gjatë, ai ka shërbyer edhe si ambasador në Maqedoninë e Veriut, si i dërguar special për Kosovën dhe antar i grupit të kontaktit në negociatat e Rambujës. Hill ka qenë gjithashtu ambasador i Shteteve të Bashkuara në Serbi.